Gjithashtu prej haditheve që i kanë nxjerrë Imam Buhariu në këtë kapitull, pasi që koha është edhe e vështirë dhe e ftohtë, do ta përmend veç hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu an, ku i tha Ata ibn Abi Rabah nxënësit të vet, tha: "A do me të kallzoni njëri xhenetit? A do ta shifni njëri xhenetit?" Dhe shikote të ndëruar xhamatlis çfarë zelli kanë pas këta për xhenetin e Zotit xhelel xhelalu. A e di çish duket në njëri xhenetit? A e di si hecën tokë ai? Çfarë cilësi ka ai? Çfarë karaktere ka ai? E kështu me radhë. Tha Ataja: "Po bela, gjithsesi du kam qef me bëhe." Tha: "Ja kjo gruaja e zezë tash që vjen, që kjo tha pe banorëve të xhenetit." Tha: "Prej ka është kjo banorë e xhenetit, pika e di ti." Nëse Ibn Abbasi se ka këtë drejt me thonë çka banorë e xhenetit. Mirë, po kur thoje ai i cili i ka zbrit shpallja Allahu gjë, atëherë prejet meselja. Tha: "Që kjo gruaje kur ka ngjall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thonë: 'Ja Rasulullah, unë kam një sëmundje epilepsisë. Dhe kur më kap epilepsia, unë bëj gjëra prej lëvizjeve që nuk i kam kontroll. A mundesh me lut Allahun që të më shëron?" E pejgamberi sa mi tha: "Unë nëse do bëj dua, Zoti të shëron. E nëse do, bën sabër, bën durim, dhe Allahu ta jep xhenetin." Pastaj ajo i tha: "Ja Rasulullah, do bëj sabër. Ka me bë sabër me fitu xhenetin. Veç lutë Allahin ku të më kap epilepsia, mos t'i deshit teshat, që mos të zhvishem e të mashaj dikush pjesën intime." Zakonisht njerëzit kur i shohin smut, shejtani mund me manovru në trunët e tëne. A thu pse i ka ra kjo smuje, a thu pse kjo smuje, e kështu me radhë. Mirë, po zakonisht të gjitha sprovat e sëmundjes tek besimtari janë zakonisht për shërim, për pastrim, për largim gjunave. Andaj shiko me mësam, si ka ardhur i smut mi thanë: "A ka mundësi me lutë Allahin me më shëruve?" Që ka thonë: "Ama ban sabër se Allah i ta jep xhenetin. Ban sabër, Allah i ta jep xhenetin." Për çfarë arsye? Nga se sprova me mëshirën janë nga. Çdo i sprovu më i mëshiru. Sprova e thyj njerin, smundja e ul njerin, smundja ja kujton Allahun xhelel xhelalu. Pse? Ja se thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, mbledhet te njeri maja e dobësisë dhe e menon sa i fortë është Allahu xhelel xhelalu. Se kur ki pak takat mashtrohesh, kur i ki kam tetua, i ki dur tetua, e thu kam takat apo. E kur të rrzohesh, s'ki takat, atëra kupton se unë jam shumë i dob. Trupin e kis punon. Trupin e kis të ban. Trupin e ki një paletët të rrzojnë. Andaj e kujton dobësinë tënde dhe lartësinë e atina. Andaj kur ti e pranon dobësinë tënde dhe e miraton lartësinë e atina, zbet rahmeti Allahu xhelel xhelalu. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut nga të bamirësave, ata të cilët e dinë se janë dopt, Allahu i fort. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, i sprovuari dhe i mëshiruar janë nga. Andaj mos u ankopi sprovës, po shfrytzoje me të mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Çdo belaç ka të bëj, çdo më dhamë smundje. Nga se alayhis salam ka përmend në vargun e smundjes edhe brengën, shqetësimin, xhembën e ka përmend. Shfrytzoje, inshallah në gjuna. Inshallah Allah ma falni gjuna. Çdo sprovë çka e ki, mundoj mi thon Zotit tan, çdo dua: "O Allah, këtë sprovë ban ma pasni për gjunave. O Allah, çka të mërzi, shfrima një gjuna me këta. O Allah, këtë pikëllim çka e kam, këtë shqetësim çka e kam, këtë ngushtim çka e kam, largomi gjunaat." Për këtë arsye smundjet i largojnë gjunaat dhe të pastrojnë për gjunave.